Shëndetje Presidente, jam Banana Shqip, investor për Vox Kosova. A mendoni zonja Presidente që pa dashje se me vedi apo pa vedi jeni duke i shërbyer lëvizjes vendosin që ja dha mandatarin zotë Kërur sa pas siguruar që i ka numrat ndër konferenca që nuk ka garantuar se do të sigurojë numrat, tash në caktuar datën e zgjedhjeve në një datë ku ka konvenuar faktikisht më shumë të vendosës për llogarit edhe ardhen e përmjeton. E para, kjo është një pyetje ofenduese që unë jam e bindur ti kur një burri nuk do t'ja kishte bërë, nuk do t'ja kishe bërë. Sepse ti kur një burri nuk i thua apo vepron pa vedije. Një pyetje të tillë ja bëni vetëm një gruaje. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë vendim përgjatë gjithë karrierës sime politike nuk e marr pa vedije. Pra e ka marr me vedije të plot, me besim të plot, që ky vendim është vetëm në interes të Republikës së Kosovës, e para. E dyta, të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgjimtarëve, nuk janë kundër mërgatës. Pra pse ju po paragjykoni që mërgata është vetëm në favor të një partie? Dhe e fundit, po tash këto janë zgjedhje të reja, partitë kanë deklaruar që nuk janë kundër pjesëmarrjes së mërgatës, dhe siç e thash, si presidente kam detyrim që të zgjedh një datë kur kemi pjesëmarrje më të madhe, e jo pjesëmarrje më të vogël të qytetarëve me të drejtë vote. Dhe sipas ligjit që e kanë miratuar po këto parti politike, mërgata ka të drejtë të barabartë për votë me të gjithë qytetarët që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Kjo është e drejtë e garantuar me ligj, të cilën ja u kanë dhënë të gjitha partitë shqiptare pa dallim. Pra ata kanë të drejtë të votojnë, dhe në qoftë se kanë të drejtë të votojnë e janë në Kosovë në atë datë, janë më se të mirëse ardhur. Se kur mërgata po investon në Kosovë, kur po dërgojnë remitanca në vlerë të buxhetit të Republikës së Kosovës, kur po investojnë në biznese që po krijojnë vende të punës, të gjithë po i dojmë. Rrjedhimisht duhet të i dojmë edhe kur të vinë me i vizitu familjet, edhe datën e zgjedhjeve, unë jam presidente edhe e tyre, dhe do ta mbroj të drejtën e tyre derisa jam në politikë dhe pavarësisht në çfarë pozicioni jam në politikë, po ju siguroj që vendimet janë veç me vedije, asnjëherë pa vedije. Presidente, data 28 vjetor mos diskriminohen qytetarët e Kosovës të cilët ndoshta kanë planifikuar që gjatë festave të fundvitit të udhtojnë jashtë vendit në këtë rast. Me që janë festat të fundvitit dhe gjithkush bën planet ndoshta edhe të jashtë vendit tash liberalizimi i vizave dhe të e shfrytëzojnë këtë mundësi. Dhe pyetja e dytë, me këtë datë apo jepet mundësia ndoshta që të shkohet sërish në zgjedhje ende pa u formuar qeveria e re, institucionet e reja. Edhe ju e përmendët në konferencën e kaluar që janë 30 ditë afat dhe ndoshta dhe mund të mos krijohet qeveria apo institucionet e reja në zgjedhjet e radhës. Duke i ditur edhe afatet për certifikimin e zgjedhjeve, pastaj 30 ditë për formimin e institucioneve, çështja e presidentit deri në 5 mars nëse nuk zgjidhet, a jepet mundësia për të shkuar në zgjedhje pa përfunduar krijimi i institucioneve? Sa i përket çështjes së pushimeve, unë për atë sa e di unë më shumë njerëzit rinë në shtëpi për këto festat e vitit të ri, se sa që dalin jashtë vendit. Mirë, po ne nuk kemi shifra të tilla nga asnjë institucion. Më shumë kemi ardhje se sa shkuarje. Dhe tash në qoftë se flasim për liberalizim të vizave dhe data 21 dhjetor është vikend, kështu që edhe atë datë ka pas mundësi. Por si që thash, më shumë ka mundësi që të kemi pjesëmarrje më të lartë të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, me datën 28 dhjetor, edhe pse kjo s'është e garantuar, sepse ne nuk mund të paragjykojmë se sa qytetarë do të dalin, sa do të abstenojnë, sa do të shfrytëzojnë këtë drejtë. Ju e keni pa, nganjëherë kemi dalje më të lartë, nganjëherë kemi pak më të ulët, kjo është çështje e vullnetit të tyre të lirë, pra këto për momentin janë kryesisht paragjykime, mirë po nuk mund ta eliminoj një datë veç pse vjen mërgata. Sepse ata e para kanë të drejtën kushtetuese e ligjore të marrin pjesë në votim dhe e dyta kontribojnë
edhe në zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës, edhe në ecjen tonë përpara. Mos flasim për kontributin historik, kështu që si presidente asnjëherë nuk do doja që tua mohoja këtë drejtë qofse ata dëshirojnë ta shfrytëzojnë. Por shumica dërmuese këtu janë qytetarë që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Ata janë shumica dërmuese që votojnë në Kosovë. Sa i përket vonesave shtesë, në fund të fundit për proceset që do të vinë pas zgjedhjeve të dhjetorit. Me vetë faktin që zgjedhjet mbahen në dhjetor, cila do që do të ishte data e dhjetorit. Ne do të shkojmë deri diku në fund të shkurtit me procedurat konstituimit. Shpresa ime vetme është që meqense ka një mundësi që të shfrytëzohet buxheti për janar dhe shkurt, që spaku mos të kemi vonesa për te i shkurtit, që në fund të shkurtit mos e largu kuvendit të miratoj buxhetin e ri dhe mos të mbeten qytetarët tanë pa paga, mos të mbeten spitalet tona pa barna, mos të mbeten gjitha institucionet funksionale. Shteti nuk ka të drejta bëj asnjë pagesë në ato momente. Rrjedhimisht është me rëndësi, por përderisa zgjedhjet mbahen në dhjetor dhe ky ka qenë vullnet i partive politike, unë kam shpresuar që mos ta bëjnë, rrjedhimisht edhe çështja e mandatarit të dytë, për të cilin se harrova ta them më herët, kur nuk kam deklaruar që më ka dhënë garanca. Përkundrazi, jam përgjigjur në njërin prej pyetjeve, a keni garanca? Kam thënë, nuk kërkohen garanca me kushtetutën, kërkohen gjasa. Pra ky është dallim shumë i madh, edhe kushtetues edhe ligjor, dhe kushtetuta thotë pas mandatarit të dytë, në qoftë të parë, në qoftë se dështon kemi mandatarin e dytë, kam respektuar kushtetutën, ashtu siç do duhej të bënte një president, dhe dëgjoni, e kanë vonuar krejt këtë proces 9 muaj, mos të ankohen shumë për 2 javë që presidentja e ka respektuar kushtetutën. I kanë zgjedhjet në dhjetor, le të dalin të gjithë para qytetarëve të Republikës së Kosovës, i kemi qytetarët e mençur, gjithnjë din të marrin vendime të mençura, e din ku ta hedhin fajin, ku ta bëjnë vlerësimin, unë kam besim të plot në ta. Urdhna? Me 28 dhjetor vota vendoset. Kisha lutë vetëm nga në pyetje në mënyrë se të marrim mesazh. I lutem. Antikoni Sufi gazetare në Kazo.com, presidente sot gjatë ditës kemi pas edhe një zhvillim tjetër, të shkarkuar nga opozita e kushtuesit të detyrës Besim Rëmendi. Çu komentoni këtë shkarkim të tij? Ju them sinqerisht, me qenë se kam qenë në takim deri vonë dhe pas takimit me parti politike kam pasur edhe takime të tjera, më duhet fillimisht i marr të gjitha detajet e këtyre zhvillimeve dhe pastaj do të kem mundësi që të prononcohem lidhur me këtë çështje. Shpresoj mirë kuptim, por pasi të njoftohem për detaje do të kem mundësi të flas me ju. Arjana Hedvari nga Autodo, Zonja Osmani si presidente, a jeni interesuar edhe për një mandat të dytë në këtë pozitë, edhe me kuvendin e ria kemi bërë për pjekje të mjaftueshme që me i bimë të deputet për një zgjedhje për pozitën e presidentes apo për një mandat. Në të kundërt, nëse vendosin të njëjtit që mos ta vazhdojë një mandat, a besoni që ka hapësirë për të kthyer sërish në listën guxos, sidomos mas disa diskutimeve që kanë qenë në distancë me specit e përballës edhe juve po ashtu, se përket një mospesi që kemi pas bërë në një takim të kaluar mes partive politike. Faleminderit shumë. Nuk e di për cilën mos ftesë keni fjalën, po megjithatë është e parëndësishme ajo çështje tani më, sa i përket mandatit të dytë, siç e dini nuk mjafton interesimi, se ka shumë njerëz që janë të interesuar në Kosovë të bëhen president. Duhet të bëhen votat. Dhe kjo nuk nënkupton vetëm 61 vota për, por nënkupton edhe 80 vota në kuti, dhe kjo do të mvaret tërësisht edhe nga përbërja e kuvendit të ardhshëm. Unë nuk mund për momentin t'ju jap një përgjigje fikse, sepse do të pres rezultatet e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe vetëm atëherë ne do ta shohim se cili është disponimi i partive politike, cili është interesi më i madh i Republikës Kosovës në atë moment. E rëndësishme është që unë do të mbese angazhuar në institucionet publike të Republikës së Kosovës, do të jap kontribut për aq sa mundem dhe do t'i kthehem qytetarëve. Le të jenë ata që vendosin për të ardhmen time politike. Qytetarëve do të një kthyer në një subjekt ose në një listë. E gjejmë në rrugën përpara, nuk është tash momenti që ta bëj publike. Edun Feborica për Televizionin Publik Kosovës, zonja presidente përmendet që sot s'keni gjetë vullnet mesin e partive politike për me votu për zgjatjen e linjës buxhetore, praktikisht gjithë janë përgjegjës për kolapsin financiar të 700 punëtorëve të ATK-s,
edhe vetë zhvillimive operacionale në LTK, si presidente, për të i kësaj dhe zhvillimeve të sotme, çfarë mund të bëni për ta zgjidhur çështjen aktuale në për cilën po kalon televizioni publik i Kosovës? Si që dini, me njëherë pas kërkesës së sindikatës, unë i kam dërguar kërkesë të gjithë deputetëve të Republikës së Kosovës, sepse ka qenë komplet në vullnetin e tyre, që me njëherë ta formojnë komisionin për buxhet, e cila si pas analizave tona ligjore ka qenë mënyra e vetme dhe më e lehta në fakt, për të siguruar që buxheti për RTK-n të mund të shfrytëzohet. Fatkeqësisht ju e po atë edhe dje, përkundër faktit që kjo kërkesë e imja u vendos në agendën e seancës kuvendit të Kosovës, as nuk u trajtua për shkak të mungesës së quorumit. Është për keqardhje, megjithatë janë çështje që janë vendime të kuvendit të Kosovës. Unë shpresoj që sa më parë të kemi një kuvend të ri, i cili në seancën e parë pas konstituimit do ta miratoj para dite konstituohet, pas dite me njëherë do ta miratoj edhe buxhetin e Republikës së Kosovës, edhe komisionet përkatëse në mënyrë që me njëherë të fillojnë pagesat për RTK-n, mirë po, se çfarë qëndrime kam pasur secila prej partive politike, jo ato i keni publike, unë nuk kam nevojë që secilën prej tyre ta komentoj veç e veç, i dini qëndrimet e partive dhe mund ta nxjerrni konkluzionin tuaj. Si presidente kam bërë gjithçka që ka qenë në mandatin tim, unë nuk jam kuvendi i Republikës së Kosovës, Kosova funksionon sipas kushtetutës bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve. Dhe është detyrë e kuvendit dhe vetëm e kuvendit që të themeloj komisionet parlamentare. Dhe unë mendoj që për gjëra totalisht të parëndësishme ka dështuar edhe themelimi i komisioneve. Sepse ato komisione dhe ashtu kam pasur, si që patë, me qenë se nuk patë vullnet për qeveri, ta mbajnë një mbledhje. Kështu që çfarë rëndësie ka kush është kryetar për një mbledhje? Përderisa kanë pas mundësi që ta kryejnë edhe punën e RTK-s, edhe marrëveshjet ndërkombëtare t'i kalojnë para se të shkojnë në seancë, edhe buxhetin apo zgjatjet buxhetore, sepse edhe zgjatjet buxhetore duhet të shkojnë me vendim të kuvendit. Nuk ka pasur vullnet politik, e sa i përket asaj se çfarë qëndrime kanë partitë, ato e dini deklarohen secila për vete dhe mund ta shihni se ku secila ka qëndruar. Të nderuar me ka se më rëmbëzën këtë konferencë.